Dhe ja ku jemi bardashur me ishte rubrika e kuzhinës, bashkë me nutricionistën, dietologën Albelena Shabani Lazi, si kur më parë do të gatuajmë buk. Mirë se erdhe Len. Mirë se gjithë. Qysh bre Len, në Ramazan, nanin ushëm po gatun buk? Po tash po gatuj për më jep me veti. Me nana për Ma se s'po mund të më jep me hongër, ashtu kështu jo të suane, kështu që po gatuj që me pas për krejt, mi marrë me veti. Okej, po ta falim. Për ndryshë se për shikus që se din, emisioni gjirohet gjatë ditës për të transmetuar pas dite. Në kohën sa po gjirojmë është ende shumë para iftarit dhe Lena ka vendosë me na maltretu me një erën e bukës. Për ndryshë nuk naftofen ashtë adej në iftar, se s'ka shumë kohë. Do gatuajmë bukë, por bukë të cilë për ata që s'mujnë me najtë kur qysh pa brumë, mund të apërdojnë një verzion të bukëve mas shëndeshme. Me gjithë që Lena thët, as të shëndeshme bre ishtë më sa një bukë. Ma mirë më së ngëreq, por realisht, kur jemi të zgjidhje që e kemi gjithçysh, nashta është edhe psikologjike, shëndet, atëherë normal që duhet çdo herë dhe nuk më thanë me bu versioni ma të shëndetshëm. Një për arsye pse kum dosht me bu këtë bukën ose pitol katë, e Ramazanit, është po du mi kursy ata të furrav, se kur për marrë vojzën për shkollës, edhe deri sa po shkoj të banisa, më thonë, këtë kohën i kom su përmend shka e në furrat, s'po bën me kalu. Prej kolonave që në të prit njerëzit me pje pitolka. Më thonë, nuk mund është me imaginu, janë full, komplet aj lokalat e furrave. Kjo është për një me sigur që edhe në si fyrë dalin me blezë, sepse është... Se po punoj, aty po shkru, furrat punojnë edhe në gjatë Ramazanit. E tash mu po mdhimen edhe ata, sa ata kanë me boj iftar, kështu që mi kursy pak, mja u bo një zhidje, bële një numër, ata që jënë pak ma të vetëshme, le të disonë, reduktohen.